si përgatitin byrekët në Aleksandria tani, jashtë fure, në mes të rrugës. Edhe se çova një video të tillë që u thash që po i përgatitim aty byrekra, tani po tregoj gjithë procedurën si i përgatitim. Mishin e kemi përgatitur në shtëpi, edhe brumin na japin te furra që e përgatisin aty dhe pastaj do ta pjekim brenda në furrë. Kisha disa komente nga ca pastrues të TikTokut që në mes të rrugës e ka miza, e ka ashtu, e ka kështu. Po mirë, ku jeni rritur të dashur juve që jeni rritur pa miza e nuk keni luajtur kur në mes të rrugës juve dhe nuk keni ngrënë kur buk me sheqere, me uje, me duar të pista, me ashtu, se këtu as duar të pista nuk kemi, me doreza po punojmë disa, të tjerët që punojnë pa doreza i kemi të lara duart, që kështu mos u shqetësoni kaq shumë edhe mos jeni kaq pastërtor në për TikTok, edhe në jetën reale bëni krejt ndryshe, se unë e di edhe kur vemi në Shqipëri prapë kështu hamë, byrekrat në mes të rrugës e çdo gjë. Mishin e pjekim në hell në mes të rrugës, e në për kopshta, në për këto. Ndaja hajt, kaloni bukur.